Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një video të re. Thash video sepse është video ndryshe nga të tjerat, nuk është vlog. Do jetë një video e fokusume dhe posaçërisht për Munxharon. Ju pata premtu që do flas për këtë periudhën që unë kam kalu, domethënë nga java e parë deri tek e treta, dje mbyllëm javën e tretë dhe sot i bën që të kem hyrë tek java e katërt. Tani, e mira do ishte që t'ju flisja, domethënë për komplet muajin, ditën që do mbyllja muajin, por nuk besoj se do ketë ndonjë ndryshim të madh 3 ose 4 javë. Gjeta pak kohë, gjeta pak mundësi dhe thash të hap videon dhe t'ju flas. Gjithsesi, edhe ditën që unë do mbush një muaj nga Munxharo, do ju flas në për vlogjet e mia dhe normale që dhe aty do merrni informacion. Po kjo video do jetë e dedikuar kastile për Munxharon. Siç ju thash, unë kam 3 javë që po e marr me nga 2.5 mg, domethënë dozën fillestare, doza e adaptimit quhet ndryshe, dhe nuk pritet që në këtë dozë dhe në këtë muaj të kesh një rënje goxha peshe. Domethënë variante të diku 3 deri në 5 kg në muaj, por që unë në momentin që po flasim që kam 3 javë, kam rënë 6.2 kg për 3 javë. Domethënë kam rënë më shumë se ç'mendohet dhe më shumë se ç'bën në përgjithësi, sepse jam duke e mbajt shumë veten dhe jam duke kujdes shumë dhe në momentet që mua më kap uria dhe du të haj diçka, nuk e teproj, haj domethënë ushqime që kanë shumë pak kalori dhe shumë protein. Nuk se kam ngjuar shumë raste dhe shumë goca që po më shkruajnë që po flasim të kohët e fundit për pjesën e Munxharos, cilat thonë që unë haj çdo gjë, haj biles një gocë po flisja po më thoshte po haj, për momentin që po flasim po haj waffle. Dhe unë habita me u thënë drejtën se tani ti kur po pret që të bish nga pesha, të heqesh një peshë të konsiderueshme, sepse unë do të heq goxha peshë unë personalisht, po dhe ajo goca që po flisnim do të ishte diku tek 25 kg, si mund të hash waffle kur ti je në proces diete? Jam dakord, po e ndihmon vetëm me Munxharon, po nëse ti do që të heqësh jo sa më shpejt, nuk mund të them sa më shpejt, po ta ndihmosh veten tate që dhe nesër mas nesër kur të ndalosh, kur stoposh Munxharot, stomaku jot të jetë, domethënë të mbushet me një sasi të vogël ushqimi, ti nuk mundet do të arrish këtë gjë në rast se ti vazhdon han waffle, han ambëlsira, porcione shumë të mëdha ushqimesh. Munxharo këtë gjë ka, do të mësoj dhe të përgatis trupin që edhe në momentin kur ti do t'i stoposh Munxharot, mos të hash shumë, të ngopesh me pak. Dhe unë këtë po mundohem të bëj, shumë po më thonë që e çuditshme si ke rënë kaq shumë kile me dozën më të vogël, imagjino sa do bish kur të arrish doza më të larta. Unë po e mbaj shumë veten, sinqerisht. Mëngjes në përgjithësi haj 2 kokra vezë, sepse më duhen patjetër 2 vezë në ditë, se duhet marr sa më shumë proteina që mos më dëmtohet masa muskulare. Marr 2 vezë në mëngjes, në përgjithësi i ziej, po ka dhe raste që dhe i skuq me pak vaj ulliri, 1 çerek avokadoje, unë do ju lej një foto diku këtu, pak a shumë se çfarë do mëngjesi unë konsumoj, një Facebook integrale nga ato të voglat dhe të hollat, të lyera me pak Philadelphia dhe një prosciutto gjeli të holl. Në përgjithësi ky është mëngjesi, mund ndryshon ndonjë gjë të vogël, mund të vendos një domate ose kastravec, mund të heq diçka tjetër, mund të ketë raste që sa i fare mëngjes dhe shumë gabim hajnë drekën një çik më të plot pastaj, por pak a shumë në përgjithësi ky është mëngjesi.
Në drek pastaj haj gjella të ndryshme që mund të kem gatu vet, ose kur jam te mami, gjella që ka bë mami, për shembull gjell me patate, gjell me bizele, supra të ndryshme me pul, dhe shumë raste haj dhe tërshër të zier me qumësht parmalat me shumë pak yndyrë. I vendos fruta të ndryshme, ka raste e përgatis me banane dhe kanell dhe pak fare çokollatë integrale, çokollatë kështu fondente, dhe ka raste pastaj përgatis ndryshe, përgatis me fruta pylli, me pak arr kokosi, ose me moll me kanell. Ka shumë lloj mënyra se si mund ta përgatisësh tërshërën dhe mua më pëlqen shumë dhe më duket pak edhe kështu si ëmbëlsirë, domethënë, me hiçikat e madhe në ëmbëlsirave. Ndërsa darka është shumë vakt i lehtë, me të thënë drejtën, sepse si me munxharo, si pa munxharo, e mira është që darkën ta hajem sa më lehtë. Dhe jam mundu të haj kos me fruta, ose bëjmë do një perime në furr me pak aceto balsamike sipër. Mund të ketë raste që nuk e konsumoj fare darkën, e kaloj me një moll, me një pjeshk ose me një banane, nuk e di. Por që ju betohem që po mbaj dietë tamam. Unë kam 3 javë që nuk e di çfarë janë ëmbëlsirat, nuk e di çfarë janë brumrat, pijet energjike, ushqimet me shumë krip dhe me shumë yndyrë. Dhe ju mund të thoni, dhe me shumë drejt mund të thoni, Kamila, ti përderisa po mban dietë vet, pse po përdor munxharot? Tani, unë pa munxharot, më duket sikur më kishte ik pak ai durimi ose vullneti që të mbaja vet dietë. Munxharët të ndihmojnë jashtëmase shumë, sepse unë e shoh nuk mund të kem ëmbëlsirën time të preferuar në tavolinë dhe thjesht e shoh dhe nuk është se kam atë ndjesinë e urisë ose atë nepsin që ta haj. Mund të kap vetëm një lugë ose një pirun, thjesht ta provoj si ka dal, po jo që ta haj. Unë s'kam hëngër fare asnjë pirun as jo, po them bjen fjala, nuk më bjen menja fare, po fare për ëmbëlsira. Unë jam tip për shembull që në verë e kam qef nga një akullore, se normale akullorja sikur të freskon edhe të bën dije shumë mirë në verë, por që për zotin po i bëj be, nuk më shkon me një fare, nuk është se kam neps fare për akullore. Ose kur kam një njeri afër meje që po han gjona të mira që unë dikur i kam pas fiksim, nuk e kam problem. Dhe prandaj them që munxharo po më ndihmon shumë me pjesën që unë të ushqehem mirë. Por që ju thash, ka dhe raste që momentin që i vjen uria, hajnë edhe gjona me shumë kalori, bin nga pesha, po bin me avash. Unë nga që e kam vendosur dhe du të heq sa më shumë peshë dhe ta heq sa më shpejt, po e ndihmoj veten dhe me ushqime me pak kalori. Unë do mundohem të gjej disa foto që t'ja u tregoj ju peshën pak a shumë, domethënë siç kam qenë para se ta filloj edhe tani. Nuk është se ka ndonjë ndryshim super të madh, se vetëm 6 kg 200 gram kam heq, por që prap ka ndryshim dhe sot e vura re tek një fustan që unë e kisha provu një 2-3 ditë para se të nisja munxharot e bleva, e provova dhe që me zonë më hynte, për pak deshe e grisa fustanin, me zonë më hynte, po tek pjesa barkut e kisha kështu ngjit fare, aq ngjit sa që mund të plaste fustani, ndërsa sot që e provova, do ju lidhe një foto këtu, fustani më rrinte i gjerë tek pjesa barkut. Krijonte rrulla dhe më rrinte i gjerë. Dhe aty domethënë u kënaqa dhe kuptova që edhe pse 6 kg ka ndryshim. 6 kg nuk janë shumë, po janë një fillim shumë i mirë për të heq, si i bjen, du të heq edhe 14 kg të tjera, që nuk janë pak, po unë kështu kam vendos, me atë idenë time dhe mendimin tim, që du të heq 20 kg me munxharon,
Dhe pastaj një peshqe tjetër, se aq do të thënë në komplet du të heq 25 kg që të jem peshën që kam qenë gjithmonë, që para se të ngelesh Shazan Maodin. Unë këtë kam menduar të heq 20 kg me munxharot dhe peshqen tjetër du ta heq me aktivitet i qik të rënd fizik, me palestër, sepse hapa dhe ece jam duke bë pothuajse për ditë, që mos të harroj, duhet ta cek edhe këtë për pak desh më rëshkiti. Mundohem që për ditë të bëj 10.000 hapa. Ndoshta nuk kap 10, po 7-8 është e sigurt që i plotësoj, një ditë po, një ditë jo dal. Dhe kjo gjë më ka ndihmu të bi më shpejt se ç'mund të ketë rënë një pjesë tjetër e njerëzve që përdorin Mounjaro. Dhe çfarë po ju thoja unë tani, se hutohem pak edhe nga muhabet më hikën ajo që po ju thoja. Po flisha për peshqen tjetër, për atë 5 kg tjetër që du ta heq me palestër, sepse normale po të bish 20 kg do të varet pak trupi, lëkura do jetë pak e varur, se nuk janë pak kile, janë goxha. Dhe pastaj du të tonifikoj trupin dhe të aktivizoj muskujt në palestër dhe me atë rast domethënë të heq dhe 5 kg e fundit. Me kismet Zotit se po flas shumë para kohe, por që kjo është ajo ideja ime, sepse nuk du ta përdor shumë Mounjaro, nuk du të ri gjithkohës me Mounjaro. Nga që po ngjojte shumë raste, më thënë drejtën, madje tek doktoresha ime ishte një duket kishte 18 muaj, një zotëri që e përdorte, edhe një afërmja ime ka nisë që në dhjetor ne jemi në gusht dhe akoma po e përdor dhe do e përdori akoma. Do ta mbaj, domethënë pak a shumë gjithmonë veten me doza të ulta, por do ta mbaj me Mounjaro. Unë për këtë gjë nuk jam dakord, sado që jam dakord me Mounjaron, kush ka mundësi dhe kush do që t'i nisi, le t'i nisi, por të rish gjithë kohën mbi 2-3 vjet me Mounjaro, për mendimin tim është pak e tepruar, se si do t'jetë, ajo nuk është asgjë. Një farë efekti negativ edhe mund ta ketë, si çdo gjë, dhe një paracetamol që ne pim ka efekt pozitiv, por ka edhe një efekt ansor negativ që i jep shëndetit. Dhe me që kalova këtu, du të flas për një komentuese, ndjekse e imja, se përderisa komenton mi shef dhe gjithë videot, dhe unë si kuptoj këto tipet kështu, po se unë nuk mund të djeg për shembull një njeri që nuk më pëlqen ose që mua nuk më përcjell as si gjë të bukur. Ajo më ndiqte dhe më çoi një koment. Në fakt, boni dhe mirë që komentin, se ja tani do flas unë për këtë gjë, për asaj po ju flas. Po jap dhe çik rëndësi, po do ta mbyll me këtu për ato komentuese dhe për ato tipet që më çojnë mesazhe jo të mira për sa i përket Mounjaros. Jo që po shajnë Mounjaron edhe po më prishin punë, se më nuk më prishin fare punë, po them do ta mbyll këtu me ato komentuese, sepse nuk do rrit të jap shpjegim gjithë këtyre skeptikeve të Mounjarove. Se fundja nuk të pëlqen, mos e bë më vëlla. Kjo është dëshira jote, është vendimi jot, nuk të detyron njeri. Kështu që edhe me komentu keq, s'ke pse komenton, por gjithsesi. Ishte një gos që më kishte komentu tek videoja ku unë ju tregova për herë të parë që fillova Mounjarot, që i bjen diku 2 ose 3 video para kësajt. Imagjinoja se kishte as emrin e vet. Kishte ca shkronja, ca numra, ca budalliqe aty, HP, JV, JK, se nuk e di se çka kishte. Dhe po më thoshte, Kamila je duke dhënë shembull të keq, si mund të flasësh domethënë për Mounjaron kështu dhe njerëzit gosat e reja të marrin shembull të keq, ajo ka efekte negative, ajo të shkatron këtë, të shkatron atë. Domethënë sikur unë duhet i merja leja asajt para se ta nisja, por që gjithsesi, du t'ju them diçka. Mounjaro ka si efekt të
godasi receptorët e urisë, si në tru, si në stomak. Ka dhe efekt pak a shumë siç e ka insulina e njerëzve që janë me diabet, që t'i uli dëshirën për të ngrënë gjëra të ëmbla. Por është një nivel tjetër. Është një nivel tjetër edhe për sa i përket Ozempiku, se ka njerëz që kanë përdorur edhe Ozempikun, por që Ozempiku po jam dakord, kam lexuar shumë. Ozempiku ka shumë efekte anësore, ndërsa Mounjaro, në rast se ti del shumë mirë me analizat dhe me kontrollet para se të nisësh Mounjarot, dhe në rast se ti merr suplementet, vitaminat, proteinat dhe kolagjenin, janë domethënë shumë gjona për të marrë, në rast se ti merr gjitha këto në periudhën që ti po përdor Mounjarot, dhe në rast se ti pin ujë mjaftueshëm, 2.5 deri në 3 litra në ditë, nuk të gjen asgjë. Nuk të dëmtohet as veshka, nuk të dëmtohet as pankreasi, as mëlçia, as asnjë. Po, në rast se ti nuk e bë fare analiza, i ke nis me metonin tat Mounjarot dhe mund të kesh pas një problem në veshk ose në mëlçi për shembull, dhe ti nis Mounjarot pa e ditë këtë gjë, normale që Mounjarot do ta dëmtojnë atë organ që ti e ke me probleme. Sidomos dhe në rast se ti nuk merr fare suplemente gjatë kohës kur ti trajtohesh me Mounjarot. Kështu që i them asaj gocës dhe gjithë gocave tjera për herë të parë dhe të fundit, ju lutem shumë mos më jepni mend për pjesën e një diçkaje që po e fus në trupin tim, se unë para se fusja në trupin tim, kush më njeh e din shumë mirë që kam lexuar dhe madje kam filluar të lexoj për Mounjarot që kur kam qenë shtazan me shansin, sepse i kisha vendosur që do t'i merrja, thjesht do prisja 3 mujorin e parë të kalonte. Kam lexuar, jam konsultu, kam pa video pa fund me ChatGPT nga mëngjesi deri në darkë për çdo lloj pyetje që më vite mund mend. Kam diskutuar dhe kam folur me njerëz që i kanë përdor me muaj të tërë dhe kam dalë në konkluzionin që Mounjaro nuk të bon asnjë gjë në rast se ti je i kujdesshëm. Ju thash dhe një më parë, edhe një paracetamol po të marrësh e ka një efekt të vogël anësor më mbrapa. Kështu që në rast se ti je i fortë fizikisht, me imunitet të fortë dhe e mban veten me suplementet që ju thash, asnjë gjë të keqe nuk ka. Unë nuk kam dalë këtu t'jap shembull të këqij, se përderisa unë po e përdor vetë një gjë, jam super siguru, jam stër siguru para se ta marr, dhe po flas unë tani edhe nga eksperienca, nuk është se thjesht kam lexuar dhe po ju them ju. Unë kam 3 javë që e përdor vetë dhe po ndihem jashtë mase mirë, ku pas kam qenë domethënë. Dhe ju betohem që nuk kam asnjë efekt anësor. Kam efekt anësor në momentin që unë, se për shembull ka pas ditë që nuk kam ngrënë deri në orën 2 për shembull, që duhet ta jam qesin, duhet ta edhe drekën. Unë nuk kam hëngër fare, ajo po, normale të jep marrje mendsh, të jep si këputje, si velani, edhe pa Mounjaro t'jesh trish pa hëngër, do i kesh të dhe problemesh. Por që janë të tipet që duan t'japin mend dhe duan, domethënë, të flasin keq për njerëz që do donin tishin si ato njerëzit që ato komentojnë, dhe s'kan ç'a bëjnë dhe komentojnë kështu keq, por që ato nuk e dinë që neve, sidomos ne që merrem me këtë punë një herë, që dalim me fytyrë, me zë, me emër, me mbiemër, me të gjitha, nuk kemi frikë asgjë, nuk i kemi problem këto lloj komentesh fare, madje vazhdoni bojni se na shtoni shumë edhe viralitetin, edhe YouTube na pagun më shumë, kështu që vazhdoni. Madje u shtofshin njerëzit si ju. Po gjithsesi, unë tani për në fund du të falenderoj me gjithë shpirt gocat që komentojnë, mi që komentojnë këtu në YouTube, por që më çojnë ca mesazhe aq të bukura në Instagram, sa që ju betohem, unë jam habit për gjithë këtë dashuri që më jepni ju mu. Këto kohë të fundit kam taku shumë goca, në Durrës për ditë, në Tiranë për ditë, kam taku dhe 2 goca në Vlorë, kur ishte tani me pushime, dhe madje unë po prekem kur po flas, se jeni shtu shumë këto kohë të fundit, dhe
nuk ka ditë të Zotit që mu mos të mbin, po marr një numër shumë kështu 4-5 mesazhe në ditë nga ju, po mesazhe me vlera shumë të larta. Ja u them sinqerisht dhe ndihem shumë mirë, shumë prej jush edhe i kam taku, kam lënë dhe me 2-3 goca tjera prap të takohem, po që do më falin në rast se unë nuk kam dalë akoma ose nuk kam kthy një përgjigje fikse se kur dhe se si do takohemi, sepse tani jam me 2 fëmijë dhe çdo gjë është 2 fish më e vështirë, por që unë do e gjej kohën dhe mundësinë patjetër për ju. Ju du shumë, sinqerisht, është pak e çuditshme kur thu që ju du shumë, që unë 80% jush nuk i njoh fare, po atë dashurinë që më jepni ju mu, nuk e krahasoj me asgjë. Dhe o Zot faleminderit që para 2 vjetësh vendosa të hap vlogun, sepse unë jam njeri që jam mësuar gjithë jetën e rrethuar me dashuri, me pozitivitet, me njerëz të mirë, dhe sa më shumë të marr dashuri dhe pozitivitet, aq më mirë është, domethënë. Kjo ishte video për sa i përket Monxharos. Jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur me rezultatet deri tani, dhe do shifemi kismet Zotit. Do mundohem ta bëj këtë gjë çdo 2 javë. E shtyva çik si shumë shkoj 3, por që do mundohem që të kemi çdo 2 javë video për Monxharon, të flasim çka ka ndodhur kohët e fundit, çfarë ushqimesh kam marr, sa kile kam rënë, ose ndoshta dhe t'ju jap dhe këshilla dhe mendime dhe t'ju ndihmoj kush don t'i filloj dhe kush ka pyetje për të më bë. Ika tani sepse kam dhe shansin në gjumë, mund të qohet nga momenti në moment, e kam vënë tek dhoma ndenja, si kam lejtë qik muzikë aty, dhe di që do të qohet sepse paka shumë ka orarin për të pi. Ika, ju puth fort, ju kam shumë gjanë, dhe shifemi tek vlogjet e radhës, por dhe tek videot me Monxharon. Paqim!